Krisa, ne do flasim sot për Pilates. Pilates. Një temë shumë interesante, se kur po bëja research, thash sa shumë pak pas kam ditur unë për Pilates, pavarësisht se e kam bërë më përpara. Ne do fillojmë ti na rrëfe historinë tënde, si erdhi Pilates në jetën tënde? Po, në fakt, unë gjithmonë jam marrë me sportin, pothuajse. Edhe kisha bënë të kaluarën Pilates, por gjithmonë isha me palestër, e më tha një shoqe një ditë, shkojmë në Pilates, në Reformer Pilates. Po. Edhe i thash, okej, hajde, shkojmë, s'ka problem. Bëra një paketë, shkova. Edhe sa mbaroi klasë e parë, thash, unë kjo është që duhet të bëj. Po. E gjeta direkt çfarë doja të bëj, thash, më pëlqeu aq shumë. Po. Nuk e di, unë gjeva shumë mirë, edhe me ushtrimet, por edhe pastaj si kur u relaksova, edhe sa shkova në shtëpi, po kërkoja kurse që të bëj Pilates straks. Po, direkt. Direkt. U konekte me njëherë. Po, do me thënë kam parë shumë, bëra shumë kërkime, shumë kurse, edhe po zgjodha një, edhe fillova të studioj.